arsye kryesore për cilën ti je këtu është ajo se ti ke dashur të kërcesh në aktrim. Ke patur eksperjenca aktrimi në filma televiziv të këtushëm, apo jo, shqiptar? Unë e kam nisur në fakt me reklama në bizneset e caktuara, më pas filmi im i parë ka qenë me regjizorin dhe aktorin Drilon Hoxha, të cilin mendoj që ka qenë ajo shkalla e parë që unë dola dhe u zbulova që unë jam Klarku dhe ditë bëj këtë gjë të caktuar. Më pas kam bërë rreth 4 filma me Drilonin. Dhe bërë edhe ai ka filma shumë të shikuar në YouTube. Është të vërtet. Driloni ka një shikueshmëri shumë të madhe, pothuajse nga çdo moshë të caktuar, por më shumti nga rinia. Mbas Drilonit kam bërë një film i cili është me Pluton Vasin, regjizorin e mirënjohur shqiptar. Më pas gjithashtu mbas këtyre filmave kam qenë në një film tjetër shqiptar me producent dhe me regjizor shqiptar dhe së fundmi. Do flasim për këtë. Ti ke marrë pjesë apo ke filluar, janë përmbyllur xhirimet duket apo jo, filmin? Filmi është në montazh. I Netflixit apo jo? My Mother is a Cosmonaut. My Mother is a Cosmonaut. Është një prodhim nga Red Helicopter. Je me aktorët e famshëm, apo William Baldwin dhe... Një ndër aktorë që është aty është William Baldwin, ose Billy Baldwin, siç njihet më shumë. Nga vëllezërit e famshëm. Janë nga vëllezërit e famshëm Baldwin. Kam pasur fatin të atakoj dhe shpenzoj goxha kohë me të. Si në Sofje në Bullgari, ku kemi xhiruar, gjithashtu në New York edhe në Los Angeles. Është një film që ka ngjallur interes se filmat duhet të financohen, apo kanë gjallë interesin agjensive ndryshme kinematografike dhe qendrës franceze të hapësirës. Është e vërtet kjo gjë. Për mendimin tim është një film fantastiko shkencor, ka të bëj brenda tij edhe pjesë fantastike, po patjetër edhe pjesë shkencore, por edhe pjesë të realitetit. Regjizori... Çfarë roli ke ti aty? Ja, do ta them, regjizori është shqiptar, me origjinë shqiptare, Andi Deliana, të cilin gjithashtu e përshëndes shumë. Unë kam një rol dytësor, nuk mund të them kryesor, nuk do ta them eksaktësisht cili është roli im aty, por do t'i bi gjatë e gjatë, është një rol paksa i vështirë, jo dhe aqilet për mua, që nga një produksion shqiptar kam kaluar në atë Amerikan. Pa tjetër mendimën e gjithë produksionit ja kam arritur që ta kaloj atë fazën e parë të aktrimit, për më tepër të dali filmi dhe të ta komentajmë. Kuptoj. Je duke, do të thënë, gjatë xhirimeve, ke intervistuar dhe ata personazhet kryesore, aktorët aty, dhe më duket se është duke prodhuar dhe një film tjetër. Një film dokumentar, apo? Po, përpos filmit, unë kam bërë dhe një mini dokumentar, ose dokumentar më saktë, të filmit. Kam intervistuar Billy Baldwin, ose Williamin. Kam intervistuar gjithashtu Natalia Sanchez, që është gjithashtu një star spanjoll. Gjithashtu kam intervistuar edhe një aktor shqiptar të cilin unë falenderoj shumë, Neritan Liçaj, është pjesë gjithashtu dhe Neritani e filmit, dhe kam një intervist me të tre këta stare nga 3 vendet e botës. Dhe bëhet fjalë që ju të filloni dhe një film tjetër me gangster, apo jo, ku do keni rol kryesor. E vërtet, filmin do ta nisim shumë shpejt. Do transmetohet Netflix, apo jo? Janë, do më thënë, jemi në marrëveshje me Netflixin, patjetër, por varet si do të ecin gjatë rrugës. A ishtë debutimi, pra ky thrilleri gangsterve? Është filmi që do të nisi së shpejti për të xhiruar, është me temë, siç thuhet në gjuhën popullore, të gangsterave, po ka të bëj patjetër me mafjat e New Yorkut dhe me mafjat e gjithë Amerikës. Nuk je mafios shqiptar? Unë do t'jem një mafios i huaj, jo shqiptar në këtë film. Ti di këto, ti tregon gjithë të eksperiencat... Rianit edhe ja tregoj edhe se ja tregoj që është e vërteta, por po thuaj se shumicën e gjërave ja tregoj, sepse kam, të thash,
marrëdhënie shumë, jo miqësore, kam marrëdhënie vllazërore, nuk e kam vëlla gjaku, po e kam vëlla shpirti.